Të nderuar besimtar, Allah madhruar për mëshirës e tij të madhe për robërit e tij ka caktuar sezone adhurimi. Dhe për këtyre sezoneve ka që janë brenda një ditë nate, që përsëriten brenda një ditë nate. Dhe këto janë falja 5 kohëve të namazit. Dhe gjithashtu një sezon është që përsëritet çdo javë dhe që është falja e xumas. Dhe gjithashtu për sezoneve janë agjërimi i muajit Ramazanit që përsëritet çdo vit dhe gjithashtu kryerja e haxhit që përsëritet çdo vit. Mirpo, kryerja e haxhit, ndryshe nga Ramazani, është detyrë për besimtarin vetëm një herë në jetën e tij. Edhe atëherë nëse i ka mundësitë, ndërsa Ramazani është detyrë për çdo vit. Pra për mëshirën së madhe të Allahut të lartësuar është se haxhin, kryerjen e haxhit, e ka bërë obligim vetëm një herë në jetën tonë. Edhe atëherë nëse i kemi mundësitë me shku, pra me vizituar shtëpinë e Zotit pra Ka'ben dhe me kryer të gjitha ritualet që i ka haxhi. Mirë po shumë besimtarë, shumë muslimanë, edhe pse Zoti u ka dhënë mirësi, bereqet në pasurinë e tyre, bereqet në trupin e tyre, edhe pse i kanë mundësitë, nuk shkojnë që ta kryejnë haxhin, këtë obligim kaq të madh. Ne e dimë që haxhi është një nga shtyllat e Islamit, një nga shtyllat që ndërtohet feja islame. Pra Islami ndërtohet mbi 5 shtylla dhe një nga shtyllat e fesë islame është kryerja e haxhit. Kryerja e haxhit për atë që i ka mundësitë. Ne e dimë gjithashtu se haxhi ka vlerë të madhe për atë që e kryen atë. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër vetë se xhenetin. Ati që shkon haxh dhe i pranohet haxhi nuk ka shpërblim tjetër vetë se xhenetin. Dhe gjithashtu ka thënë profeti alayhis salam se ai person i cili shkon haxh dhe i përmbahet dispozitave të haxhit, pra nuk bën sherrë, nuk zihet me njeri, ai do të kthehet nga haxhi njësoj sikurse nëna e lind fëmijën e saj, por pas një gjuna. Por nuk do të ketë mëkate, do t'i fshihen mëkatet atij personi i cili shkon haxh. Pra kjo është vlerë e madhe dhe besimtarët, ai i cili ka mundësi fizike dhe mundësi ekonomike, duhet që kursesi të mos e neglizhoj, pra është mëkat nëse ke mundësitë edhe të mos shkosh në haxh. Mirë, por kur kryhet ky ritual? Kur kryhet ky adhurim i madh? Unë e përmenda pikërisht sot, sepse haxhi kryhet mbas disa ditësh. Dhe konkretisht në muajin Dhul-Hijja. Allah madhëruar ka caktuar muaj hënor, 12 muaj hënor. Dhe muaji i 10 hënor është muaji Dhul-Hijja. I fundit është muaji Dhul-Hijja. Mirë po është i fundit, mirë po ka një vlerë jashtëzakonisht madhe ky muaj. Sepse në këtë muaj ndodhet haxhi, kryhet haxhi. Ky obligim kaq i madh. Dhe gjithashtu 10 ditët e para të këtij muaji vlerësohen më shumë se sa ditët e tjera të vitit. Janë 10 ditët më të mira të dynjas, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam.